Shenja ujore me kalimin e Plutonit në retrograd është një që do ta ndjejmë më tepër. Duke qenë se Plutoni është vendosur këtu. Kjo do të thonë vërtet ndryshime shumë të mëdha, edhe kur ata nuk dëshirojnë. Këto ndryshime do të vinë pothuajse në çdo fushë të jetës, por sidomos duke qenë se Marsi aktualisht është i vendosur tek shenja e Luanit, mund të vinë në lidhje me çështjet e partneriteteve dhe martesave, pra, ose lidhjeve afatgjata. Këto janë pika ku ata mund të kenë kriza të vazhdueshme, një luftë egosh, mund të them, nëse nuk janë të vëmendshëm. Për shenjën e ujorit në këto momente, duke qenë se drejtuesi i tyre, që është Urani, ndodhet tek shenja e Demit, mund të krijojë një farë stabiliteti, një qenie në brenda shtëpisë dhe familjes, por kjo është, le të themi, si ndërtuar në rër. Pra, në një lëvizje të vogël, gjithçka mund të shëmbet. Për këtë arsye, për shenjën e ujorit mund të kemi një farë pasigurie të theksuar mund të jem pak në mbijetesë, nëse mund ta shpreh në këtë mënyrë. Prandaj dhe gjatë kësaj jave, këshilla ime për shenjën e ujorit do të ishte që të përzjedhim vetëm gjërat që e kuptojmë që kemi mundësi që mund t'i zgjidhim ose mund t'i zhvillojmë. Kjo është një javë në të cilën ata mund ta perceptojnë shumë mirë, të cilat janë gjëra që janë të shëndetshme, të cilat janë gjëra që mundem t'i zgjidhim, të cilat janë gjëra që i përkojnë në jetën tonë, të cilat nuk janë, domethënë. Dhe pas kësaj, duke qenë se Plutoni pastaj do të na sjellë në jetën tonë dhe çështje të tjera të cilat do të na duhet që t'i zgjidhim ose të perceptojmë nëse janë të shëndetshme apo jo për neve. Kjo javë është shumë vendimtare, pra në mënyrë që të heqim pak atë barën, të përzgjedhim gjërat që na nevojiten, në qëllim të heqim pak barën atë këshia gjatë kësaj jave. Ndërkohë që për sa i përket zhvillimeve në jetën e tyre personale, kjo është një javë në të cilën nëse nuk kemi një lidhje, pra kemi persona të cilët mund t'i kemi konsideruar ose na kenë konsideruar të na shprehen, mund të jemi pak të hapur ndaj manipulimeve në lidhje me këto çështje. Për këtë arsye do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm. Nëse nuk jemi të vëmendshëm, atëherë mund të kemi edhe harxime të shumta, pra mund të manipulojmë për të bërë harxime dhe në disa raste kjo mund të thotë edhe një harxime vërtet shumë të mëdha, pra humbje shumë të mëdha ekonomike. Nëse jemi të vëmendshëm, në të kundërt mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe ekonomike, por gjithsesi për shenjën e ujorit këtë javë do të këshilloj që të jemi pak të vëmendshëm. Nga ana tjetër jemi shumë pozitiv. Në të njëjtën kohë, për shenjën e ujorit jemi edhe shumë optimist në lidhje me jetën, kemi një komunikim vërtet shumë më herë më pozitiv dhe të ëmbël, kjo i bën ata automatikisht që të kenë rrugëzidhje për të gjitha problemet që mund të kenë edhe në çift, edhe për krijimin e lidhjeve të reja, mjafton që të jemi të vëmendshëm dhe të logjikojmë mirë gjërat, të analizojmë mirë edhe